Qendra e resurseve gjenetike të bimeve belsh mirëpriti një grup mësuesish dhe nxënësish maturant të gjimnazit Sami Frashëri Belsh për një vizitë njohëse mbi aktivitetin e kësaj qendre. Qendra e resurseve gjenetike të bimeve belsh mirëpriti një grup mësuesish dhe nxënësish maturant të gjimnazit Sami Frashëri Belsh për një vizitë njohëse mbi aktivitetin e kësaj qendre. Në fillim pjesëmarrësit vizituan bazën eksperimentale të kësaj qendre në fshatin Hardhi, Bashkia Belsh. Profesor Dr. Feta Elezi, drejtuesi i qendrës, i njohur me koleksionet gjenetike të bimeve të kultivuara të specieve të ndryshme, duke vënë theksin tek varietetet autoktone dhe tradicionale të drithrave, perimeve, bishtajoreve, bimët aromatike dhe mjekësore. Më pas, pjesëmarrësit u vendosën në sallën e qendrës ku profesori ju shpjegoi domosdoshmërinë njohës, ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të varieteteve autoktone dhe tradicionale. Kjo është shumë e nevojshme në kushtet e zhvillimit të shpejtë të agroturizmit në zonën e Dumres. Gjithashtu ata ndoqën një video mbi kultivimin në këtë bazë të resurseve gjenetike të bimeve të arave dhe një tjetër për koleksionin gjenetik të drufrutorëve. Në kthim, pjesëmarrësit vizituan liçenin mjaft të bukur të Mërhojës. Spari ju faleminderit juve që morët pjesë dhe pasqyruar këtë aktivitet që për ne është shumë i rëndësishëm. Sot morën pjesë, i kishim ftuar një grup mësuesish dhe nxënësish të gjimnazit Sami Frashëri Belshit për të parë konkretisht koleksionin e bimëve të kultivuara, të cilët ne i mbajmë, i ruajmë dhe i përdorim sigurisht edhe për të mësuar për teknologjinë dhe për dobinë e tyre në shërbim të agroturizmit. Besoj dhe shpresoj që edhe më shumë në të ardhmen të rinjt do jenë të interesuar, të njohin dhe të përdorin këto varietete autoktone dhe tradicionale të vendit tonë. Unë mund t'i siguroj që kushdo që do të shpreh dëshirën në grupet organizuara, jemi të gatshëm, t'i presim, t'i vizitojmë, sigurisht në kohën që ato kanë më të përshtatshme për të vizituar bimët. Sigurisht nxënësit tanë janë nxënës që aspirojnë për të vazhduar më tej universitetet dhe pse jo, edhe degët të tilla si degët e bujqësisë ose pranë saj janë shumë të preferuar. Nxënësit e shkollës tonë që kemi tani janë maturantë. Ne dëshirojmë që këto të kenë rezultate sa më të larta në prodhim. Dhe pse jo, në kushtet ku turizmi përllulzon zonën tonë, ta preferojmë të fush, të kombinojmë të bujqësinë me bizneset e shërbimeve dhe që prodhimet jenë sa më pranë natyrës, sa më bio e kështu me radhë. Ishte një përvojë shumë e bukur. Nxënësit domethënë shfaqën goxha interes për farat e reja, për bimat e reja që nuk janë mbjellë ose nuk janë kultivuar gjatë gjithë kohë, domethënë për shumë kohë këtu. Dhe them domethënë që kjo do jetë një gjë e bukur dhe do e përcjellëm edhe eksperiencat e tjera. Në bashkëpunim dhe me nxënësit. Ishte një eksperiencë më unike, hera parë që zhvilloi diçka të tillë në Shqipëri, jo vetëm në Belgj, dhe besoj që kishte një sukses të paparë jo vetëm për mua, por dhe nxënësit e tjerë të klasës time. Me vërtet ishte një eksperiencë shumë e veçantë, e bukur dhe relaksuese jo vetëm për ne, por gjithashtu edhe një mënyrë për të mësuar më shumë rreth vendit tonë, por edhe kultivimin të ndryshme që ne kemi.